Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, kjo ditë sjell energjitë e fortë dhe dëshirë për veprim. Mund të ndihesh më i motivuar se zakonisht për të ndjekur synime personale ose profesionale. Në ditë priten biseda të rëndësishme. Ndaj, fol qartë dhe mos nxito në vendime. Në dashuri, beqarët mund të tërhiqen nga dikush spontan, ndërsa çiftet kanë nevojë për shumë komunikim të sinqert. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzime impulsive. Fizikisht ndihesh mirë, por mos e tepro me lodhjen. Demi, 11 shkurti, sjell stabilitet emocional dhe fokus të çështjet praktike. Në punë do të tregosh durim dhe këmbgulje, gjë që do vlerësohet nga të tjerët. Është moment i mirë për të rregulluar dokumente ose për të planifikuar financat. Në dashuri, kërkon siguri dhe ngrohtësi. Një bisedë e qetë me partnerin mund të forcojë lidhjen. Beqarët mund të takojnë dikë përmes rrethit shoqëror. Shëndeti është i mirë. Binjakët, komunikimi është arma jote, më e fortë sot. Do kesh ide të shumta dhe dëshirë për të ndarë mendimet me të tjerët. Në punë, një projekt i ri mund të hap mundësi interesante. Kujdes me shpërqendrimin, përqendrohu në një gjë një herësh. Në dashuri, flirtet janë të favorizuara, ndërsa çiftet duhen të shmangin keqkuptimet e vogla. Financat janë të qëndrueshme, por mos bëj blerje të panevojshme. Gaforja, emocionet janë më të thella sot dhe mund të ndjehesh më i ndjeshëm. Është ditë e mirë për të marrë me familjen dhe çështjet personale. Në punë, ndiq instinktin dhe mos lejo stresin të dominojë. Dashuria kërkon kujdes dhe mirëkuptim. Partneri ka nevojë për vëmendjen tënde. Beqarët mund të ndihen nostalgjik për lidhjet të kaluara. Financat kërkojnë menaxhime të kujdesshme. Shëndeti përmirësohet nëse gjen kohë për pushim. Luani, sot ndihesh më karizmatik dhe i sigurt në vetvete. Është ditë ideale për të marrë drejtimin në punë ose për të prezantuar ide kreative. Të tjerët do të dëgjojnë. Në dashuri pasioni rritet, çiftet përjetojnë momente romantike, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen lehtësisht. Financat janë të qëndrueshme, por shmang rrezikun. Energjia fizike është e lartë, shfrytëzoje për aktivitet sportiv. Virgjëresha, 11 shkurti, të gjen të fokusuar dhe praktik. Në punë, arrin të zgjidhësh probleme që të tjerët i shmangin. Organizimi është çelësi i suksesit sot. Në dashuri kërkon qartësi dhe stabilitet. Mos analizoni çdo detaj. Beqarit mund të njohin dikë përmes ambientit profesional. Financat janë nën kontroll nëse i përmbahesh planit. Peshorja, balanca është tema kryesore sot. Do përpiqesh të ruash paqen në marrëdhënie dhe të shmangësh konfliktet. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate të mira. Në dashuri, romantika është e favorizuar, veçanërisht në mbrëmje. Beqarët mund të tërhiqen nga persona artistik. Financat janë mesatare, ndaj mos merr vendime të mëdha sot. Akrepi, intuita jote është shumë e fortë sot. Në punë, mund të zbulosh diçka që të tjerët nuk e shohin. Mbaj planet private. Në dashuri, emocionet janë intensive, shmang xhelozin, çiftet duhen të flasin hapur, ndërsa beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush misterios. Financat kërkojnë strategji, shëndeti është i mirë, por stresi duhet menaxhuar. Shigjetari, dita sjell optimizëm dhe dëshirë për aventura. Në punë, mund të mendosh për ndryshime ose udhëtime. Dashuria është lozonjare. Çiftet planifikojnë diçka ndryshe, ndërsa beqarët janë të hapur për njohje të reja. Financat janë të qëndrueshme,
por mos u tregoni tepër bujar. Energjia është e lartë, sporti ose ecja janë ideale. Mendërisht kërkon horizonte të reja. Briciapi, përgjegjësit janë në fokus sot. Në punë tregohet serioz dhe produktiv. Është moment i mirë për të vendosur objektiva konkret. Në dashuri, kërkon stabilitet. Partneri vlerëson përkushtimin tënd. Beqaret mund të njohin dikë me të pjekur. Financat përmirësohen gradualisht. Kujdes, gjunjët dhe shpinën. Mos harro të pushosh sot. Është një ditë e mirë për disiplinë. Ujori, idetë kreative janë në kulm. Në punë, mendimi yt ndryshe bie në sy. Dashuria ka nevojë për hapësirën personale. Mos u ndjeh fajtor për këtë. Beqaret mund të tërhiqen nga persona origjinal. Financat kërkojnë risi, por mos rreziko. Shëndeti është i mirë, por truri ka nevojë për pushim nga ekranet. Sot është ditë për miqësi dhe projekte grupore. Peshqit, ndjeshmëria dhe imagjinata janë të forta sot. Në punë, përdor kreativitetin. Në dashuri, romantika është e thellë. Çiftet ndajnë emocionet e bukura, ndërsa beqaret ëndërrojnë për një lidhje shpirtërore. Financat janë të qëndrueshme, por shmang iluzionet. Shëndeti përmirësohet me gjumë të mirë. Muzika ose arti do të frymëzojnë. Sot është ditë për reflektim dhe falje. Dëgjo zemrën, mos harro realitetin. Një gjest i vogël dashurie do ta bëjë ditën speciale. 11 shkurti është një ditë që na fton të reflektojmë, të dëgjojmë intuitën dhe të bëjmë hapa të vegjël drejt ndryshimeve pozitive. Energjitë e kësaj date sjellin qartësi mendore, ndjeshmëri emocionale dhe dëshirë për përmirësimin personal. Është moment i mirë për të lënë pas mendimet negative, për të falur dhe për të hapur zemrën ndaj mundësive të reja. Në dashuri, kjo ditë na kujton rëndësinë e komunikimit dhe mirëkuptimit. Marrëdhëniet forcohen kur flasin sinqerisht dhe tregojnë vlerësim. Në aspektin profesional, durimi dhe përqendrimi sjellin rezultate, ndërsa financiarisht këshillohet kujdes dhe planifikim i zgjuar. Mbi të gjitha, 11 shkurti na mëson se çdo ditë është një shans i ri për të rritur, për të mësuar dhe për të ndjekur ëndrat tona. Mos harro, fati nuk është vetëm rastësi, është edhe zgjidhje. Besoj vetes, ruaje energjinë pozitive dhe ec përpara me besim, sepse universi gjithmonë shpërblen ata që nuk dorëzohen. Faleminderit që na dëgjua deri me tani. Një like dhe subscribe.